Pas ikën protestuesit, dhe policia shtetit dhe tani Ide se ka njerëz brenda. Shikoni qa po ndodh, shikoni, Serbi, erdi Serbi këtu. Qoj djali, qoj thash more, qoj djali more, qoj more ti, qoj djali, qoj more, qoj se nuk ke shanse ta marrësh. Nuk e shoqëron dot o burr, po ik tani. Ik, valla ik ti. Nel personale, o plera, o serb. Shikoni bomblat e gazit, Bomblat e gazit janë mbushura me gaz. Ato bombla janë me gaz, mund t'ju shpërthejnë. O idiot! Ndali more se janë bomblat me gaz. Do na vrisni të gjithëve. Çapo bomba, ej! Shevi mos. Oraya trotuar ola. Oraya trotuar. Ashteras amerikane i djet. Jam gazetar. I po ram bejt. A ja pun begjen, ta nxina xhepi. Do begjen. Hajde. Ashteras amerikane i mu. Do të vi Trumpi me helikopter. Spjave fmi! Dhe dënimi i Zotit s'ka për të munduar, dhe uve, bashkë me tradhtarë, Ku është ai shefi? O shef, shiko mua këtu, më dëgjo pak. Ati civili që kërkon begjen time të veshi uniformë, pastaj ta kërkon. Dakor? S'më lejon mua i filmoj kur dhunoni njerëzit ju. S'keni turp ju. Abo, kshemall për kamerë. Iqit civila që këte, urgjent. Iqit civilat. Iqit civilat mo.
Visi të lutem, visi të lutem! Hajde more mblidhi këta, çaj ke këta. Wow. Hajde më mblidhi këta, si çau po, duroj tema. Se na tnamore, turpo. Turpi zotit, ma shikoj. Mos me dorë, qet, mos me dorë. Qet, mos me dorë. Mos e prek me dorë, mos me dorë. Mos provokoni kohë. Mos provokoni, çapet. Kriminale, jeni të pashtë. La dhe kriminella në uniform. Patronazist, ja për ti. O tigu, o grupi, të vëndi jon, të vëndi jon. Veriyor. Ikim për sa Me uniform. Diktaturë. 300 polica për të prishur 2 qatë. Shikoj. Pabuki me vëllë, iki pabuki. Tur. Çamëria aty. Është tur. A ke vlla? Turi. Ku e ke vlla? Ne emigrime ke. O turi. Tur me çamëria aty. Ndimo pak kolla. Ju vrapit zoti, o kriminale. Jega ujë, nuk u mënon. Tur të kemi! O, sa garke e filan! Hajde, hajde pa. Ju vrapit zoti, ju ka kohta Allahu. O pastaj janë të njëshë, 2 të 3 djemë. Mero, s'kaj. Çfarë kam bërë? Ka shkruar komplet. S'kaj. Mbajta gysim, se mbajta do të gysim. Kam marrë Edin, kam marrë një djalë tjetër, kam marrë një Ertin. Çfarë? Janë 3-4 djemë. Më bëri që kishte qenë motor, do më çdo i vjen. Po, Turi! Turi!
Kush Rigerti? Qaja me gjak? Prit. Jemi Poli e Donës të vi. Kush e Dona? Dona! Dona! E Dona! Hajde e Dona! E Dona! Vise. Si ma ato bomblat e gazit ato. Qa morën? Bomblat e gazit ja të shpërtenën e nga. I morën? Jo me Morën dhe plasmasin? Kjo ishte vandalizëm që ka. Hajde futur live, o Rigert. Sorry. Hajde Rigert. Hajde Rigert, futur live. Dale i qik tani. Ka gjë. Da zgjidhim, po prit. Hajde afroni pak, hajde. Hajde këte. Andi ku është? Edhe Andi kanë marrë. Ha? Edhe Andi në morë? Hajde, Sajmir, hajde. Dale të... Përshëndetje. Ja, shikoj. Ja fytyra me trokë! Paskalenja! Se ti vetohet Zofi u ataku të maskarejnë. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama kriminel, kriminel, kriminel. Edi Rama kriminel, kriminel, kriminel. Televizorat e mdoj si kena në Shqipni. Ku janë ata? Se të përvrajnë njështë, për masakrohen, për përdhënohen. Ku janë? Vëzër, motra. Tu nga sheshi, pasi sot u lemerisën nga që ushtuan numri qytetarve, dërguan 10 bandit për të marrë zvar njerëzit, duke keq përdorur ligjin dhe uniformën e policisë, shkatruan kampin, shkatruan çadrat, kanë shoqëruar, arrestuar një pjesë prej nesh, na kanë qarë, na kanë dëmtuar, sepse ne nuk po pranojmë të ulim zërim përballë hajdutërisë dhe regjimit e Edi Ramës. Edi Rama është një hajdut dhe këtë nuk e shbën dot me dhunën që përdor. Madurua i Ballkanit i ka orët dhe ditët e numëruara dhe populli do ta tërheq zvar do ta tërheq atë që guxon që merr bide këtij vendi zvar. Dhe çdo punonjës policie që keq përdor urdhrat e Edi Ramës, një ditë do të përgjigjet. Kushdo, ata që vinë këtu dhe marrin zvar, vajza, burra, gra, emigrant, që janë këtu me dinjitet, nuk kemi thyer një lulene, nuk kemi dëmtuar asgjë, nuk na kanë lënë vendosim çadra dhe të shkatrojnë, tregova një çik, të shkatrojnë në këtë mënyrë çdo gjë. Urdhë çka kanë bërë. Urdhë këtu. Ja, hajde shikoni me mua. Urdhë çfarë kanë bërë. Jam Milošević i Ballkanit. Pse? Se ne protestojmë të lirë. Ja çka ka këtu. Hajde shikojni. Ja çfarë ka këtu. Ja urdhoni. Ja rrobat, bataniet. Ja. Shiko bomblat cilat i kanë hedhë kështu. Hajde shikojni këtu tani. Shikojni këtu si kanë prish. Urdhë. Urdhë çfarë kanë bërë. Urdhë ujin. Urdhë. Ja. Ja urdhoni. Ja. Ja çka kanë bërë këta që me krimin ulin zërin. Dhe ata punojnë policie që keq përdorin shtetin, ta dinë që një ditë do të përgjigjen. Sepse ata nuk janë punojnë policie, janë bandit, janë me bombla këto. Ja. Ja. Mund të shpërthenin këto. Këto mund të shpërthenin. Isha shpërthej. Po kupton? Këta bandit që kanë vesh uniform policie dhe kanë marrë peng gjithë policin. Ata shefat e vet, një ditë do të përgjigjen.
kanë marrë bombla dhe gazit këtu, i hodhen mund të kishin shpërthyer, mund na kishin vrarë këta. Urdhroja, do thoni ju çfarë është modeli i regjimit e Edi Ramës, që nuk të lë, thuash mendimin e vet dhe ti thuash na ke vjet. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut. Dhe mediat kombëtare, Top Channel me radhë, që nuk lënë më lajm pa bër kur bën ndonjëri ndonjë gjë kështu, të jashtëzakonshme. Nuk vin këtu kur fëmijët e këtij vendi hiqen zvarr pse bërtasin kundër Edi Ramës. Të vinë këtu live të gjithë dhe të dëshmojnë dhunën që përdor regjimi. Dhe qytetarët që na dëgjojnë, kjo nuk është një betejë vetëm e jona, është dhe e juaja. Se kur e marrin këtu qytetarin zvarr, imagjinoni çfarë ju bëjnë ju në zyra. Fëmijëve tuaj, grave tuaja, motrat tuaja, prindërve tuaj. Ja këta, bandit, që pas i vjedhin, blejnë votën, dhe me votën e vjedhur shiko çfarë bëjnë. Urdhro. Pse? Sepse ne që duam të hyjmë në Europë, nuk kemi drejt të protestojmë. Ja urdhro. Urdhro, ky që kampi këtu që e prishën dhe kujtojnë se do na ndalin prap këtu do e bëjmë. Prap këtu do e bëjmë. Nuk ikim. Nuk ikim. Le të vinë të më marrin zvarr, le të na vrasin. Një ditë si Luan dhe jo 1000 ditë si Dele. Këtu do rrim. Edi Rama o hajdut. Edi Rama o hajdut. Ja urdhro çka kam. Ja urdhro. Pse se ne flasim? Pse se ky do të dëgjoj vetëm duar trokitje, vetëm t'i thon lideri global Samirie, ja i tut zotri. Ke vjedh zotri. Do përgjigjesh zotri. Ke lën pa ilaçe kancerin aty në spitale. Ke vjedh gjyshrit tan, familjet tona, nënat tona, baballarët ton, pronat tona, ja i dut. Dhe na dhunon. Kjo është e vërtetë. Ja urdhro çka kam bër. Urdhro, hajde edhe një herë tregova njerëzve. Urdhro çfarë kam bër. Çfarë rreziku kish kjo kartoni? Ne nuk donim të malim karton, donim çadra normale. Siç i mbante Edi Rama kur qenë opozit. Ja urdhro. I hoqën këto. Urdhro. Urdhro. Urdhro këtu. Urdhro. Ja. Ja mo ç'a bën. Hoqën plasmasin, i bëj thirrje, ndiq këtu regje. I bëj thirrje çdo qytetari që solidarizohet me këtë protestë. Na duhet plasmas i madh nga ai serave, i gjatë nga 20 metra, i gjerë mundësisht 10 metra, sa të jetë, të na sjellni që të mbulohemi sot se ka shi edhe është ftohtë sërish. I bëj thirrje atyre që kanë karrige, të na sjellin 100 karrige këtu, meqense na prishën 50-60, 100 karrige. I ftoj. I bëj thirrje atyre që kanë mundësi. Hajde regjia. Të na sjellin ngrose nga këto të gazit. Ja Edi Rama çfarë bëri këtu hajduti. Hajduti që pasi vodhi 50 milion euro me Belina Baukun, kërkojnë që ne të heshim. Kërkojnë tani nga njerëzit na sjellin nga këto ngroset. Nga këto, se është ftohtë sot. Tani ngrëm kampin këtu. Nuk ikim këtej. Këtu do rrim. Nuk ikim. Sot edhe më shumë. S'ka. Ky është mësuar në servilat që i blen. Nuk ka. Ne jemi kongshkëm. Këtu o do na marr jetën, o këtu, hajduti. Me dhunë do najt, nuk najt do të me dhunë. Ka me nej edhe më shumë këtu. Edhe mos më hik kur. Kështu që juftoj, e regjia, juftoj, na duhen 100 karrige, na duhet karton, na duhet plasmas 20 metra i gjatë me 10 metra i gjërë, nga i trashi i miri, na duhen ngrose për natën, nga këto të bomblave, që na i prishën banditët. Shiko qa bën, urdhoj kanë thyer dhe karrigen këtu, tavolinën, ja, më këto ishin gjërat e jashtëzakonshme, shik me bombla këtu, ja urdhë, si shkëputur kjo. Shqyqyn që i kishim mbyllur ne, urdhë, ja, i kishim mbyllur ne për të marrë masat, ja banditët qa bën. A ka prokurin këtë vend? Ja, hajde këtu, ja, ky, ja, ky 33.000 euro, 33.000 euro një shishe verë, ky me banditët e vetë, do që ne mos flasim, që nëna dhe baballarët tonë të vuajnë, dhe ky të pi verë 33.000 euro, dhe ne të heshim, ose t'ikim nga ky vend, ky plerë, që vjen e dërgon banditët. Që pasi nuk bleu dot dhe nuk na joshi dot, tani do të na mbyll zërin. Ky, ja urdhë çka ka bërë. Ja ky.
Ky hajduti, ja ku e keni atë. Ja ky. I dhëm kjo protest, shumë. I dhëm se nuk ka këtu pazare. S'ka këtu. Së shmësuar ky të rri me qëndrestar. Qa ka? Dale, e dona! E dona! Mere e dona. E dona, ha? E dona! E dona! Hajde. Lërë qetë dhe ti. Jo, lërë qetë. Hajde. Kanë marrë një shushtarak, more, që ka fol ditë e natë për këta, për suratit tuj ka fol ditë natër gëzlanaj. E ju i tërhesh një zba. Hajde këtej. Si u vjetë zërë. Kalo këtej, lere. Ec këtej, eci këtej, vazhdoni. Ikim atje, le. Lere, janë, hajde këtej. Ikim këtej. Rimi, këtej. Ecim këtej. Hajde këtej, skaqë, ecim këtej. Hajde, merni këta që u vjedhin këshu. Merni Belindën këshu, se Belindën a u afut juve. Belindën, ec këtej. Nuk doni mua juve që u dua dhe u respektoj si djalish polici. Doni këta, Belindën doni. Hajde këtej. Doni atë që u vjen me Molotov. Skaqë, fal. Dili këtej, eci këtej, skaqë. Lere, doni Molotovin. Keni marrë sot një oficer që është doktor shkenca Shërgjys Vanaj. 18 vite oficer policie. E keni marrë se do Belinda Bauku. Hajdutja. E kuptoni mërë qa bëhet mërë. Rimnenin në shtrimin e Ergjys Agasit. Një bizeci që në shtron që policin. Nuk doni mua ju, doni ata. Qa të kaloj, ku të vete? Po të lutem ty. Na merni gjithë mërë që shpërfar, na merni gjithë mërë. Ta mbyllim këtë mua be. Pregni në gosha, ta Hajde, skajgjë. Policia jeve me kredit bankore. Kë ruan, hajduti i ruan. Ku i ke fëmit, more? Ec futuan dhe. Na një ke si këta. Dhe mërë pisa, ka për t'ju ardhë fundin shumë shpejt. Spirti na Idli tani, hajde me mua, ec. Me mua, lere. Me mua. Disi. Me mua të gjithë, hajde U këte. bë Bangladeshi shqiptare, ne u bëm Hajde. Afrikan. Nuk shpëton do të Belinda. Ta dini, as ky. U a thot Adriatik Lapaj. Dhe ju e dini që unë e di, se s'jam kot këtu. Ky do vej te vëndi, mbajni mend të që u them. Ruani veten. Ka që u them, ruani veten, se ky e ka marrë rrugën. Do më kujtoni. Pa ky ka i burni ky, po ti s'ka i burni. Ti zotni po ecën. Unë i keqe me kalamar, nuk e di a ke fëmijë. Zoti trujt. Trujt Zoti ty. Ik. Belinda nuk e ruani dot. A se din. Ik. Zhoni. E si ati. Le. Po lere o ikën. A do ikësh tani të na... Po iko zotrin alër dhe ti tani. Do në alësh tani se... Eci, këtej, eci. Eci. Eci andi, eci. Kë? Jo, hajde. Hajde, eci. Vasil! Hajde ti. Lere, kaloni këte, eci. Eci. Hajde këte, eci, s'ka gjë. Eci, s'ka gjë. Po, kush e taklej? Edhe edin, eci para, eci. Po për që të thejmë? Ta që pyt juri mami, që ti thejmë? Mos bërtit, hec para. Ne profesor Visin edhe Eltonin dhe venë këmëse. Eltonin e mora e njoftova, po shkon për servisin nuk e hap. Po mere sa ta hap. Merë Dorinën dhe venë këmësariat. Dorinën. Hajde. Hajde. Hajde, ulluni këtu tani, s'ka gjë, reguoni kampin, hajde ta reguojmë sa të mundemi. Hajde ta reguojmë sa të mundemi. Hajde, mos u mërzisi, hajde ta reguojmë sa mundemi, reguojmë, hajde. Këtu dorim.
Le të vinë të dhunoj. Paketojni sa mune, hajde paketojni album, sa të mune. Dali un giro. Edhe voltin, edhe voltin. O Ardit.